Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, zhvilloi këtë të martë një vizitë në spitalin e traumës ku ndodhet efektivi Edison Adri. Ky i fundit mbeti i plagosur më datë 4 qershor gjatë një operacioni të rrezikshëm në malin Boden të Maliqit nga shtetasi me president penale Velan Barcellari. Në fjalën e tij, Hita theksoi se efektivët që u shërbejnë qytetarëve do të kenë gjithmonë mbështetje nga institucioni përballë sfidave me të cilat hasen. Hita u shpreh se kanë filluar procedurat për trajtimin e mëtejshëm të efektivit jashtë shtetit. Dhe i përmirësuar dita ditës. Folëm me drejtëmërshëm, më thotë që ke nevojë sërish për trajtim të mëtejshëm, të cilën do bëjmë të mundur dërgojmë dhe jashtë shtetit, kanë filluar procedurat për ta ndjekur këtë, po trimëria, guximi jot na ka ndjeruar dhe në mban kokën nga të gjithë. Kështu kemi. Vërtet ne se kemi sot midis nesh, por jashtë këtij rik, edhe jo për gjithashtu kredojmë që ne jemi të vendosur për të bërë punën tonë ose falenderojmë ekipa maske që bën gjithçka për sigurinë. Mëtej Hita tha se i garanton qytetarëve se pavarësisht rrezikut dhe kosteve njerëzore që lufta mund të sjellë, nuk do të tërhiqen asnjë hap kundër krimit.